Zyra paraqet para juve rekomandimin për regjistrim të partisë politike Kosovski Savez. Zyra ka pranuar duke u bazuar në ligjin për zgjedhje të përgjithshme dokumentacionin e iniciativës politike me datën 7 prill të vitit 2025, e cila është quajtur me emrin Kosovski Savez, me akronim KS, e cila udhëhiqet nga zotri Goran Marinković. Kjo iniciativë ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin në zyre, ashtu si që kërkohet me rregullorën 013 për 2024 për regjistrim dhe funksionim të partive politike. Mbrana kësaj periudhe dhe afatit të aplikimit ka bashkangjitur të gjithë dokumentacionin ku përfshihet statuti, programin, akti i themelimit dhe flet pagesa. Pas pranimit të dokumentacionit, zyra ka komunikuar me palën brenda afatit ligjor pas shqyrtimit të dokumentacionit të tyre në afat prej dhe decësh. Kemi shqyrtuar dokumentacionin ku përfshihet programi dhe statuti, ne si zyre kemi dhënë sugjerimet tona ku duhet të ketë ndryshime dhe plotësime duke përfshirë programin dhe statutin iniciativa politike. Kjo iniciativë në afatin ligjor prej 5 ditëve ka përmbush detyrimet e saj, ka bërë korrigjimet brenda periudhës të caktuar dhe ka dorëzuar në zyrë. Pasi që është rishikuar dhe një herë tërë dokumentacioni pas korrigjimeve të bëra, ne si zyre kemi bërë shqyrtimin publik dhe kemi vendosur në vetfaqe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Afati i shqyrtimit publik ka qenë nga data 23 prill deri me 29 prill të vitit 2025. Gjatë kësaj periudhe 7 ditore, ne si zyre nuk kemi pranuar ndonjë ankesë nga qytetarët lidhur me regjistrimin e kësaj iniciative. Andaj pasi të gjitha dokumentacionet e dorëzuar janë në përputhje me nenin 13 paragrafi 4 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullorës 013 për 2024, zyra i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë regjistrimin e kësaj partie politike. Nëse kjo merr aprovimin dhe miratohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të hyjë në regjistrin e partive politike të regjistruara në regjistrin e partive politike me numër rëndor 53. Faleminderit. Po unë dëgjova me kujdes, po thotë janë vendos dokumentet për diskutim publik, që unë nuk e di ç'është bëhet ai njoftima për publikun 7 ditë, për publikun. Unë për vete si antar i KQZ-s nuk e kam vërejt, nuk e kam pa. Nuk e këshyri ndoshta për çdo ditë, po e këshyri nga një herë dhe nuk kam ditë, ose unë s'po di me gjetë në faqen tonë. Po e do të bëhet publike disi do më thonë se fillon periudha e diskutimit, edhe do të nxirret dikur. Unë për veti nuk e kam ditë, nuk e kam pa, faleminderit. Kam vrejtje vetëm tek pjesa programit politik, e cila natyrisht me sa kam mujt me vrejt, nuk ka pas një gjanë që mund të ketë diçka në kundërshtim me ligjin apo dhe kushtetutën përveç një fakti që Kosovës nuk i referohet me emrin kushtetutës është Republika Kosovës. Pra Kosova nuk është term gjeografik, po shtet. Dhe një program politik me ne që duhet të ketë referencë qartë shtetësisë, edhe të emrit zyrtar të Kosovës. Se thëtë, Kosova është një vend që po kalon kush është Kosova. është term gjeografik, apo është Republika Kosovës. Dhe unë përbese kam problem nëse nuk është që kjo e mërtes. Se ato as kushtetuta as është e përmenën, do të se ka folë në program për sistemin e përgjith, apo kjerë përmenë ligjet, po se nuk është përmenë kushtetuta. Dhe dje që edhe fjalla Republik përmenet për shtetin, po edhe fjalla kushtetut ka referencë shtetin. Edhe na, këto nuk e fajsoj shumë edhe subjektin, kënë shdo që ka ardhë, ma shumë barën e përgjithësisë ju ale juve, që terminologjit kushtetuse do të janë pjesë e programeve politike. Dhe nuk mundeni me qujtë venin tonë si një term geografik. Se unë për shtypjen e kam spaku tash edhe kolegë tjerë nështë ta qenë ma shumë të fushës në këtë mundin me dhonë kontributin, po për mu unë e shumë ma shumë si term geografik i përdorën në program, se sa që është një term i Kosovës si shtetë, si Republika Kosovës. Dhe fatkesisht rast të tilla ma heret kemi pas kështu. Edhe është mirë me ju shmangë, sepse pastaj dalin probleme. Dhe nuk ta keni
si vëmendje të shtuar për të ardhmen, pra të pjesa e aplikimit të konsultohen edhe me kushtetutën edhe me gjitha ligjet se si bëhet kjo, pra si shkruhet një program politik, se mund të jetë i majti djathtë, nuk ka lidhje, domethënë janë kornizat përcaktuara edhe me standarde, por që terminologjia duhet të jetë në përputhje me kushtetutën, pra nuk për mua hyrja nuk mund të thuhet Kosova, por Republika e Kosovës. Emrin le ta zgjedh mësa ne ka si është ajo Kosovski Savez apo çysh e ka është çështje e tyre për sa është mbrana në kornizat. Po kjo është vërejtja ime që kam mujt me vërejt me patë të programi, pra është kjo, që thirrjet nuk i ka edhe të kushtetuta, po vetëm të ligjet, edhe që sidomos kjo e dyta që nuk përmendet Kosova si Republika Kosovës, po ma shumë si një term gjeografik dhe ka kuptim kur në shumë kur shtjellën shumë, pastaj përfundon duke thënë Kosova, po duhet me fillu prej Republikës Kosovës. Do më ne që kjo duhet me kanë në obligim pa marrë parasysh se cilës iniciativë, kushdo që vjen pa marrë parasysh e kam fjallën backgroundin etnik apo komunitar prej ka vjen. Dhe këto jam të thonë si vërejtjet përgjithshme, që do të vlenë natyrisht edhe për këta. Dhe po përmirësuan këtë pjesë, isha konë rregull, po pa qëtë pjesë dyqysh e kam probleme me mujtë me marrë vendim sot. Veç nëse ju jep një garanci që përmirësohet. Pra aty ku përmenet Kosova, të përmenet Republika Kosovës. Faleminderit Ervan, dikush diçka tjetër? Jo, Palmira, kiti diçka? Sa i përket për veçe në publikimin është ajo ka qenë pjesë pak më e vështirë për gjithë, po i marrim parasysh korrigjimet. Në kaluar me publikimi, shqyrtimi publik ka qenë edhe në gazeta ditore, mirë po masi fillon që gazeta ditore nuk u shtypshin, kemi vendosur që të jetë vetëm veçe, por mirë do ta marrim si rekomandim që të bëjnë publike edhe në ndonjë media ose kudo që vendoset nga KQZ. Edhe sa i përket asaj pjesës për ndryshimin, na mujna me sugjeru dhe me vendosu se me marrë një farë përgjigje apo aprovimi prej iniciativës politike për me vendosat pjesë në programin politik që besoj pa hezitim me vënë. Konsideroj që shumica e gjana dhe kritere janë të rregulluar edhe me ligjin për zgjedhje të përgjithshme dhe me rregullat zgjedhore. Tek neni 13 i regjistrimit të partive politike shpjegohen gjitha procedurat që duhet të kalojë një subjekt politik për të regjistruar në KQZ si parti politike. Dhe dyta, edhe në rastet kur mundet me u refuzu nga ana e KQZ-s, pra janë të rregulluar ato. Unë edhe njëherë kisha kërkuar një vlerësim këtë rast të zyrës me ditë a ka kaluar në përgjithësa këto filtrat ligjore të zyrës regjistrimit partive politike si subjekt politik, në që se ka kaluar dhe ju rekomandoni që kjo të aprovohet, atëherë nuk shoh diçka diskutabile në këtë çështje. Dokumentacionin kështu përmbajtësisht nuk është që e kom pa, sepse u përmend edhe që vërtet ky diskutimi publik ka mund të jetë një farë lloj forse që ndoshta i krijojmë na vetvetes si institucion duke publikuar vetëm në KQZ, duke mos informuar na ose duke mos u informuar edhe palët e jashtme që kishme pas mundësi me dhënë komentet e tyre. Prandaj unë mendoj që është një prej komente me vend që duhet mu adresu, pra janë mediat, janë portalet, televizionet, kushdo tjetër që duhet me u plasu këto informata në momentin që një parti politike aplikon për regjistrim në KQZ. Por edhe njëherë po nevojitet një konfirmim prej anës juaj në çështë se ka kaluar filtrat, sepse ta shëngritën këto shqetësime dhe po du me ditë a i keni shiku, është kundër kushtetutës, pra sepse nëse cenohet kushtetuta, reni juridik i vendit, apo nëse promovohet dhuna ose çka do tjetër që e përcakton atë ligji për zgjedhje të përgjithshme, sigurisht që ne duhet votojmë këtu gjithë bashkërisht kundër. Prandaj dëshiroj me ditë me ma qartësu pak më shumë në këtë aspekt. Faleminderit. Kemi dhënë vërejtjet tona dhe i ka bë korrigjimet dhe për atë arsye zyra e ka rekomanduar për regjistrim. Pas zyres, çdo gjë është sipas ligjit të kushtetutës edhe rregullave që i kemi përcaktuar. Faleminderit. A ka dikush diçka tjetër? Jo, nëse s'ka, hedh në votim kush është për miratimin e rekomandimit dhe regjistrimit partisë. Sa jemi për? 1, 2, 3, 4, 5 për. Kush është kundër? Abstenim? Derisa
Rëllohë në për veti pa e lexu s'mundem, unë abstenoj për këtë arsye. Me 5 vota për, 4 abstenime, refuzohet, përfundoj kjo. Refuzohet rekomandimi I zyres, andaj nuk regjistrohet partia e re. Thot për këtë do të shohim një. E zyra ka rekomanduar edhe me një rekomandim të rrallë rekomandimin për pezullimin e partisë politike Kosovski Adalet Turki Partisi me akronim KATP. Mirëpo, partia politike Kosova Adalet Turk Partisi nuk ka sjellë raportin e deklarimit të fushatës në afatin e caktuar. Andaj zyra ka marrë vendim për shqiptimin e gjobës për këtë subjekt politik lidhur me mos dorëzimin e raportit financiar të fushatës zgjedhore të zgjedhjeve të datës 9 shkurt për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Me qenë se subjekti politik tani më ka dorëzuar raportin financiar të fushatës në afatin ligjor I cili ju ka dhënë prej 15 ditësh, ne konsiderojmë se kam pushuar arsyet e pezullimit dhe rekomandojmë që të tërhiqet ky rekomandim për pezullim. Po rekomandim. Të përfundojmë, në qenë se s'kemi që kam në votu, por disa pika në të ndryshme I kemi të mbyllura, kërkoj nga publiku, nga media të na lirojnë sallën. Faleminderit.